Me një program simbolik, nxënës së bashku me mësimdhënësit e shkollës fillore Mustafa Bakia shënuan festën e shkollës. Ky institucion arsimor është themeluar me vendim të kuvendit komunal dhe filloi punën më 1 shtator të vitit 1954. Sipas drejtoreshës Fëllanza Radoniqi, që nga atëherë kjo shkollë ka vazhduar aktivitetin e saj duke dhuruar kuadra të përgatitura vit pas viti. Sipas saj, një punë e tillë po vazhdon edhe sot, 62 vite pas themelimit. Shkolla ynë është themeluar vitin 1954, është shkolla më e vjetra të qytetit. Nga kjo shkollë ka ndalë shumë gjenerata, profileve të ndryshme akademik, profesor, doktor shkencash e tjerë. Edhe nxënësit u panë të entuziazmuar në këtë ditë. Ata me ndihmën e mësimdhënësve kishin përgatitur pika të ndryshme artistike. Kemi bërë disa këngë në të cilat i kemi interpretuar edhe në mënyrë korale edhe solo, pra nga nxënësit që kanë kënduar vetëm dhe së bashku me anë të korit. Shpresoj që gjithmonë më konë shkolla që ka që mirë se është sot edhe me pas më mirë më bo. Për ndryshe, kjo shkollë mban emrin e dëshmuar të luftës nacionale çrimtare Mustafa Bakia.